Ka nisur seanca e sotme parlamentare ku pritet të raportojnë edhe krerët e drejtësisë Altin Dumani dhe Ulsian Çela. Në nisje të seancës u votua projekt vendimi për ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore dhe projekt vendimi për ngritjen e komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Majoranca dhe opozita bashkuan votat për miratimin e ngritjes së dy komisioneve të posaçme. Projekt vendimi për ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore u miratua me 113 vota pro, ndërsa ai për komisionin e posaçëm për reformën territoriale u miratua me 115 vota pro. Për ngritjen e këtyre dy komisioneve kanë votuar kundër 3 deputet, ndërkohë miratimi u bë pas dakordësisë mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Projekt vendimi sqaron se vendimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore do të miratohen me shumicën e votave të anëtarëve dhe konsensusin e bashkëkryetarëve. Pjesë e tërheqjes së diskutimeve do të jenë plot 16 anëtarë, nga të cilët 7 do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe 7 grupit parlamentar të Partisë Demokratike. 2 anëtarë do të jenë nga partitë të cilat në zgjedhjet e 11 majit kanë fituar të paktën 2 mandate, përkatësisht Partia Socialdemokrate dhe Partia Mundësia. Ndryshe do të jetë përbërja në Komisionin e posaçëm të reformës territoriale, përbërja e të cilit do të jetë me 16 anëtarë, por me ndarje ndryshe. Partia Socialiste do të përbëhet nga 8 deputet dhe 6 përfaqësues do të ketë Partia Demokratike. Ndryshe nga zgjedhorja, një përfaqësues do të jetë i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe një përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë, dhe drejtimi do të jetë ndryshe, ku kryetari i komisionit është përfaqësues i shumicës parlamentare dhe zëvendës kryetari përfaqësues i pakicës parlamentare.